Qytetare dhe qytetarë të Lezhës, banor fisnik të këtij qyteti dhe rrethi të këtij qarku, zonja kryetare e Partisë Demokratike, të dashur kandidat të fitores, zoti Agron Gjekmarkaj dhe ju kandidat të tjerë të fitores në këtë qark. Përshëndetjet më të përzemëta dhe mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush. Qytetarëve dhe qytetarëve të këtij qarku, për mbështetjen e jashtëzakonshme, për besimin tuaj të palkundur tek vlerat më të arrira të njeriut, tek digniteti njerëzor, tek familja, Zoti dhe Adheu. Këto janë dhe vlerat e partisë. Këto janë dhe vlerat e partisë që ju, nga themelimi i saj gjerë sot, keni mbështetur më shumë se çdo forcë tjetër politike. Zoti u bekoft. Mirënjohje të madhe. Të dashur miq, unë sot në mëngjes u nisa nga kryeqyteti i Europës, Strasburgu, drejt Lezhës. Dhe nuk mund të mos theksoj këtu, nuk mund të mos u përcjell ju përshëndetjet më të përzemërta të grupit Partisë Popullore Europiane në Këshillin e Europës, Asamblenë Parlamentare, të grupit Demokratëve dhe Konservatorëve, të cilët sytë dhe mendjen i kanë të drejtuar tek fitoria e opozitës në Shqipëri, tek mbizotrimi i saj ndaj narkoshtetit dhe shpëtimi i Shqipërisë. Miq, u ktheva shumë mirënjohës. U ktheva realisht optimist dhe i sigurt se mbështetja e miqve tan është më e madhe se kurrë. Por duhet t'u them këtu se pata dhe një ndjej turprimi të vërtet. Mbasi në tempullin më të vjetër të demokracisë europiane, tempullin e vlerave, lirive, drejtave të njeriut, zgjedhjeve të lira, Edi Ramës ja kishin pezulluar darkën. Po, duke u bërë kështu, i pari mysafir i ftuar që anullohej darka. Megjithatë ju garantoj se respekti për Shqipërinë dhe për shqiptarët, mbështetja e parlamentarëve të grupeve të Qendrës Djathtë dhe Konservator është e jashtëzakonshme. Dhe unë aty përfaqësova secilin për jush. Përfaqësova vullnetin tuaj. Vetë kuptohet, përfaqësova çdo shqiptar që din të sillet si shqiptar dhe që nuk detyron mikpritësin t'ja plasin derën në fytyrë. Edi Rama